530 milion euro gjobitë TikToku nga Bashkimi Evropian sepse nuk mbrojti të dhënat e përdoruesve të mitur. Komisioni Irlandez për mbrojtjen e të dhënave ka dënuar TikTokun në lidhje me trajtimin e të dhënave personale të fëmijëve në Bashkimin Evropian. TikToku është dënuar për shkak se llogaritë e përdoruesve ishin të vendosura si publike, duke i ekspozuar ata ndaj rreziqeve të privatësisë. TikToku lejonte që përdoruesit e rritur të dërgonin mesazhe direkte adoleshentëve pa pëlqimin e tyre, duke rritur shqetësimin për sigurinë të miturve. Platforma nuk ofroi informacion të mjaftueshëm dhe të qartë për të miturit lidhur me mënyrën se si të dhënat e tyre personale përpunoheshin dhe ndaheshin. Kjo ishte hera e parë që TikToku u ndëshkua nga Komisioni për mbrojtjen e të dhënave, e cila është autoriteti kryesor mbikëqyrës për kompaninë në Bashkimin Evropian në selinë e saj në Irlandë. Kjo gjobë është pjesë e një sër veprimesh rregullatore ndaj TikTokut për çështje të privatësisë të dhënave. Tashmë TikToku ka deklaruar se ka përditësuar veçoritë e tij përpara fillimit të hetimit, duke vendosur llogaritë e përdoruesve nën 16 vjeç si private.